Në Blerën të Bashkisë Shkodër ka nisur puna për rikonstruksionin e rrugës Mark Sadiku, një investim i shumë pritur që vjen pas më shumë se 26 vitesh arrez, segmenti rreth 1 kilometër, që u shërben mbi 150 familjet e zonës, po merr më në fund standardin e duhur të infrastrukturës. Ma shumë se 20 sa po bëjnë të si këmarë në varë. E ku shëra më rapën dhe një tash si ku edhe tash vuan kanë një se ka punojnë në nga. Që kanë pas ka dalin për loqët e për zona dhe si ja kanë rruga gushtë një shtë. Më një si ja ka shtruar se sa me mjetë po ashtruar. Për gjithsesi, faleminderit për jush. Punimet përfshin rehabilitimin e shtresave të rrugës, sistemimin dhe përmirësimin e qarkullimit për banorët që prej vitesh janë përballur me vështirësi në këtë aks. Këtu jemi në fshatin Blerën, në rrugën Mark Sadiku. Po bëjmë asfaltimin e rrugës rreth 1 kilometër e 200 metra. Është rrugë që shërben rreth 150 familje në këtë zonë. Punimet po ecin mirë, bashkia na është ofruar në ndihmë, edhe banorët janë shumë gëzuar për punimet që jemi duke kryer. Momentalisht jemi duke vazhduar me punën intensivisht. Bashkia Shkodër thekson se vëmendja ndaj investimeve mbetet e shpërndarë në gjithë territorin, jo vetëm në qytet, por edhe në çdo njësi administrative, ku nevojat për ndërhyrje kanë qenë të akumuluara prej shumë vitesh.